dhe do t'i përmendim inshallah një nga një, me lehtë Allahu xhele xhelalu, na i kanë drejtuar ca besimtar. Inshallah në lidhje me kurbanin, vazhdojmë me pyetjen e parë, a është e detyrueshme therrja e kurbanit për çdo familje? Pra, siç e dim, kurbani është një adhurim madhështor dhe është sunet i kujt? I babait ton Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij kur e pyetën, është sunet traditë e profetit Ibrahim, tha, i dërguari i Zotit. Dhe të gjithë e din historikun, që mos ndalem e zgjatem shumë. Pra atë familje që e ka mundësinë financiare, themi, që i ka plotësuar kushtet e jetesës familjes, ai e ka detyrim therrjen e kurbanit. Pra, pjesëtari i familjes, përgjegjësi i familjes, që në këtë rast është burri, babai, bashorti. Pra ai person, ajo që e ka mundësinë për të kthyer për therrjen e kurbanit, po duhet ta prej kurbanit. Pra jemi të qartë. Kalojmë te pyetja e dytë. Cilat janë kushtet që një person të jetë detyruar për kurban? E përmendëm pak a shumë te pyetja e parë këtë, që ai që e plotson kushtet financiare, ai e ka detyrim therrjen e kurbanit. Vazhdojmë te pyetja tjetër, a mundet të bëhet kurban në emër të dikujt tjetër, si prindë e ndjer apo jo? Po edhe kjo është pyetje shumë e qelluar. Çështja është se këtu dietarët ndahen në dy mendime. Ai mund të bëj kurban si sadaka, por në rastin e Kurban Bajramit duhet të bëhet kurban për Kurban Bajramin, pra për festën. Pra familjari do të plotësoj obligimin nëse ka mundësi. Pra nëse dikush mund të bëj një vepër të mirë, siç është sadaka e rrjedhse për të ndjerët që i kanë vdekur njerëzit e tij, mund ta bëj. Ka disa mendime që thotë po, se ka disa që thonë jo. Por se në kurban duhet që përgjegjësi, personi përgjegjës ta bëj për kurbanin, për ditën e festës dhe për familjen e tij. Besoj se jam i qartë, dhe Allahu e din më së miri. Pyetja tjetër është, a është e lejuar të therret kurban për një nijet të caktuar si përshëndet apo sukses? Pra edhe kjo, pra nuk lidhet me kurbanin e festës, pra e thamë në kurban të festës do të bëj kurban familjari për festën. Ama është e pëlqyer sadaka, për shembull, nëse muslimani i ka ndodhur një gëzim i madh, ka shpëtuar në një diçka e keqe, apo ka një gëzim që i ka ardhur në jetë një fëmijë, për hir të Allahut ai bën jetë për ta thirrur një kurban për këtë gëzim, po, është e pëlqyeshme. Apo edhe një pul nëse ka mundësi, sadaka i quhet. Por me kurbanin, kurbani ka kushtet e veta, siç thamë që do t'i përmendim edhe në vijim. Vazhdojmë ke pyetja tjetër. A ka shpërblim për ata që nuk kanë mundësi të therrin, por kanë dëshirë? Po edhe kjo pyetje e qelluar. Në Islam veprat vlerësohen sipas niyetit, qëllimit. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, innamal a'malu binniyat. Çdo punë vlerësohet sipas qëllimit. Nëse muslimani e ka qëllimin e mirë për ta kryer një vepër, por se ka mundësi, inshallah do ta marrë shpërblimin. Kjo është mirësia e Islamit. Pra nëse ka mundësinë, po e ka dëshirën e madhe, qëllimin e pastër për Zotin xhel xhelalu, Allahu do t'i japi atë që ka pasur për qëllim. Besoj se jam i qartë te kjo. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Nëse dikush nuk ka mundësi ekonomike, a është më mirë të jap sadaka apo të marr pjesë në kurban me të tjerë? Pra e thamë, ai që se ka mundësinë ekonomike nuk e ka obligim prerjen e kurbanit, sepse Islami nuk thotë ty lër fëmijët pa bukë për kurban. Nuk ka në Islam të nderuar vëllezër dhe motra kështu. Nëse se ka mundësinë, e ka qëllimin e mirë, inshallah do të marrë shpërblim tek Zoti xhel xhelalu. Vazhdojmë te pyetja tjetër. Nëse një person ka borxh, ai takon të bëjë kurban. Jo
nuk i takon të bëj kurban, të laj borxhin një herë, pastaj. Tjetra është, a është në rregull që t'jap lek për kurban online apo ta mbikëqyr vetë therrjen. Edhe kjo është një pyetje e qelluar, domethënë, nëse personi ka mundësi të jetë vetë prezent, s'ka problem bujrum, apo nëse nuk ka mundësi dhe do ta porosisi dikë, ti thoj therrje ti në emrin tim edhe kundrejt parave urdhro, po që të ketë besim tek ai person që do ta kryej amanetin deri në fund. Po lejohet edhe kjo mënyrë. Vazhdojmë te pyetja tjetër. A është e nevojshme të jesh prezent gjatë therrjes kurbanit? Nuk është e nevojshme. Nuk është e nevojshme. Mund të porositet dikush që ta therrë në emrin tënd. Vazhdon pyetja tjetër. A duhet të ndaloj prerjen e thonjve apo të qimeve gjatë 10 ditëve të para Dhul-Hixhes, dhe nëse nuk e ke bërë vetë kurbanin, po vetëm jep lek për të, apo kjo vlen vetëm për atë që e therr kurbanin? Po edhe kjo pyetje shumë e qelluar. Pra, ai që do bëj kurban, nëse do të therrë vetë kurbanin, të apresi vetë kokën, atëherë ai nuk duhet që t'i presi thonjt, të heqë qimet e trupit të tij, pra kur hyn ditët e Dhul-Hixhes, pra dita 1 deri sa të kryej kurbanin. Ama nëse ai pagon dikë dhe ai e therr për atë, nuk ka problem, ai çfuqizohet nga kjo që tham. Pra ai që kështu është, domethënë, sipas mendimit më të shumë të dietarëve, ai që e therr vetë, ja pret vetë kokën, për shembull, unë do bëj kurban për veten time dhe ja pres vetë. Unë nuk do t'i pres as thonjt, as flokët, as qimet para se të mbaroj pra koha e kurbanit. Besoj se jam i qartë. Pyetja tjetër është, a pranohet kurbani nëse nuk përmendet emri i Allahut gjatë therrjes? Pra, edhe kjo pyetje e qelluar. Në kurbanin e Bajramit është traditë e fortë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të përmendet emri i Allahut. Jo vetëm në kurbanin e Bajramit, por kurdo që muslimani e therr një kafsh, duhet të përmendet emri i Allahut. Sepse Allahu thotë në Kur'an, mos e hani atë që gjatë therrjes nuk është përmendur emri i Allahut. Në Kurban Bajram, prej sunetit është që të thuhet Bismillah, me emrin e Allahut, Allahumme hadha minke wa ilejke, që do të thotë, o Zoti im, kjo është prej teje dhe është për ty. Pra ti më e bërë mua sebeb që unë e kam arritur këtë, ti më ke krijuar mundësinë dhe është për ty. Pra duhet të përmendet. Pyetja tjetër është, a pranohet kurbani nëse therret pas ditëve të lejuara? Kurbani pranohet, po jo Kurban Bajram. Pra, në Kurban Bajram ka mendime që thonë që zgjat 4 ditë nga dita e 10 që mund t'i presh kurbanët. Pra 4 ditë. Nga dita e 10, 11, 12, 13, 14. Pas këtyre ditëve të quhet sadaka, jo Kurban Bajrami. Pra të quhet sadaka, jo Kurban Bajrami. Vazhdojmë te pyetja tjetër. Cila është koha e saktë kur fillon therrja e Kurban Bajramit? Po, pas namazit pra, të Bajramit. Pra ata që s'janë në haxh. Kurse ata që janë në haxh, pasi kanë kaluar natën Muzdelife dhe janë drejtuar në Mina, pastaj nga Mina shkojnë edhe godasin shejtanin te xhameratet me gur, atëre fillojnë të prihen kurbanet. Pra si shtam, mbas Bajramit, mbas namazit të Bajramit. Të vazhdojmë me pyetjen tjetër. Mashallah na pas kanë bombarduar me pyetje. A lejohet t'jap mish kurbani i fqinjit apo të afërmve që nuk falen? Edhe kjo pyetje e qelluar. Tashi ne pejgamberi jon i dashur sallallahu alajhi wasallam na këshillon që të sillemi mirë me fqinjet, apo jo? Sillemi mirë, t'i respektojmë, se ndoshta bëhemi sebeb që ata të udhëzohen në Islam, se kështu ka qenë i dërguari i Zotit. Edhe me Xifutin u sillte mirë, që i the plera ke dera e shtëpisë çdo ditë. Pra, nëse janë
njerëz të mirë, të edukuar, pa çka se nuk janë musliman, të sillu mirë, çoj mish, po nëse je i sigurt që ata se pinë me alkool ose i porosit i thuaj që mos e përdorni këtë, se ky është mish që është thirrur për kurban, për Allahun dhe s'duhet që të keq përdoret. Suneta është që mishi të shpërndahet. Po nëse janë këto që tham, po inshallah bën. Tani vazhdojmë ke pyetja tjetër, se 3 pyetje janë. A lejohet të mbash mishin e kurbanit për vete apo duhet dhuruar i tërë? Shumë bukur edhe kjo pyetje e qelluar. Sipas traditës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kurbani ndaj në 3 pjesë. Pra ai që e bënte kurbanin ndante në 3 pjesë. Një e mbante për vete, një e jepte farefisit dhe një kujt nevojtarëve. Pra në këtë mënyrë. Pra në 3 pjesë. Një për vete, një farefisit dhe një nevojtarëve. Pra nuk është e pëlqyeshme ta mbash për vete të gjithin kurbanin. Kështu duhet vepruar, se kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu vjen një pyetje që thotë a ka ndonjë lutje të veçantë para thirrjes kurbanit dhe përmendëm suneti është të thuash bismillah, Allahu ekber, Allahumma hadha minke wa ilejke. Kështu bënte pejgamberi i Zotit. Dhe mundohej ta fshinte thikën, mos ta shifte kafsha. Pra e fshente thikën, mos ta shifte kafsha. Të mundohesh ta therrësh në mënyrën e përkryer që mos të vuaj kafsha. Mos të vuaj kafsha, ti dali gjaku komplet, jo t'i ngeli gjaku brenda. Është kusht që theret nga fyti, jo siç bëjnë ca kasap sharlatan që i godasin me vareja ku diun apo e fusin thikën na koka. Kjo është e ndaluar kategorikisht, nuk lejohet. Pra kjo është lutja. Ose i keni tek ajo broshurë e vogël mburoja e muslimanit, lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që bënte për çdo gjë. Kemi pyetjen tjetër, thotë a ka ndryshim në shpërblimin midis dikujt që therr vet kurbanin dhe atij që jep me ndërmjetësim. Shpërblimi i shkon atij që ka dhënë parën, ai që e ka bërë niyetin për ta bërë kurbanin. Ai thjesht mund ta bëjë atë kundrejt shpërblimit monetar ose ai ka pjesën e vet, por shpërblimi më i madh është për atë që e bën kurbanin. Që plotson një sunet të fortë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu po shtoj diçka, domethënë, që në lidhje me llojin e kurbanit është më e pëlqyer që të therret dashi, kuptohet që të jetë mbi 6 muaj, në kurban bajram themi, që është kusht, dhe ka ardhur në hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e theri një të tillë, pra që shikonte në të zezë, hante në të zezë dhe ecte në të zezë, që do të thotë i kishte sytë e zinj, buzët e zeza dhe këmbët e zeza, dashi. Pra kjo është synet ta zgjedhësh kafshën kështu për ta therrësh për kurban. Dhe vazhdojmë me pyetjen e fundit. Shumë e bukur dhe kjo, a pranohet kurbani nëse financohet nga para të dyshimta apo të paqarta? Atëre, shumë bukur. Në Islam dhe vëllezër dhe motra, sadakaja apo puna e mirë që do të pranohet është kusht që të jetë nga fitim halal. Sadakaja, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të saktë, ai që e jep sadaka, thotë, qoftë edhe një hurmë, jo, një gjysmë hurme. Një gjysmë hurme, thotë i dërguari i Zotit, ai që jep sadaka. Por me një kusht, nga fitimi i mirë, halal, sepse Allahu nuk pranon vetë se halal. Pra, ai që bën kurban në para jo halal, le të bëj sa dojë, atit nuk i pranohet asgjë. Pra nuk lejohet. Pik. Që mos të zgjatem shumë. Besoja mi qartë të këto çfarë përmendëm. Allahu ju shpërblet gjithë dhe me të mira të ditë pafundme. Elusë Allahu me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute, na i lehtësoj çdo çështje, na i pranoj adhurimet tona, na i mundsoj që të kryejmë adhurime sa më shumë në këto 10 ditë të arta të begata. Elusim Allahun na ndihmoj të drejtojë, na udhëzoj në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që i begatojmë me të mira. Elusim Allahun të ndihmoj muslimanët dhe muslimanët në mbar botën që janë, nevojtarët, sidomos ato vëllezër dhe motra tona që janë në Gaza, në Palestinë, Allahu ja lehtësoft.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lutja e fundit është të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelalu, Zotin e botrave. Allahu i shpërblet gjithëve për vëmendjen me të mirat e tij të pafundme dhe inshallah do të shihemi ligjërat e ardhshme. Ashtu siç thash, sot e ndërpresim ciklin e ligjëratave, do ta rifillojmë mbas haxhit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.